Pyetja është kjo, sa vota do i qosh ti doktorit? Doktorit të ka kërkuar gjithë doktorit? Unë sa do i qoj? Po. 71.555 vota që i ka prish Rama me Lulzim Bashën, i ka doktorit, duken pak? Vetëm nga ty? Vetëm nga konservatorët, apo jo? Ku të binë ponderim, se tash profesor Ylli... 77.000, po ndërkaq... 71.500, mëse nga të... Gjithë koalicioni juaj që ka qenë në kaluar, jo një minutë. 77%. Alianca Bashkimi Popullor e Migracioni, ora e shpresës dhe konservatorët keni marrë gjithsej 1376. Paleme, a i du të rritë të i njohën zjedhe. Kanë vjedhur, e dakord. Unë s'kam njohën zjedhe, ti kam qënë në përgjikata, Allah. Jo, ka që keni marrë, po... Ka që kemi marrë? Keni marrë. Po atë partia tjetër konservatore, legalitetin dhe tash, po t'ja marrim dhe votat e saj, se janë konservatorat, dhe kush e njefët kryetarin tjetër që ja dha Partinë Bashës? E njefët atë? E njefët bashkimin ti? Jo, nuk e njefët. Nuk njefët se nuk jam tirata. Unë ty të njofë nga këto. Do me bëj shaka. Po jo, nuk bëj shaka. Po për zotin. Unë të pyes, e kupton, dhe nuk bëj shaka me... Unë të paraqit ty këtu, i publiku, të dëgjoj dhe të arsyetoj edhe njërë. Për koalicionin madhështore. Jam pros pak, të thash kanë bë foton sot ke gjykata, bëj shaka me Mustaje dhe gjyshërve se është kriminale, gjyshë që më kanë bra 33 vjeç. E kupto? Edi Rama e ka bërë këtë shaka në vitin 2013, në duke se nëzori atë kurbanin, i them të mos bëhet kurban. Ka një zgjidhje. Një marrëveshje e madhe, sepse Edi Rama ka probleme me 11 deputet në burg, 11 ministra në burgën e hetim, 27 kryetar të bashkive në përburgje dhe në hetim, po le drejtorët janë me qindra, e sekretarët e përgjithshëm janë 10-11. Ti lejmë këto, Yllo. Janë, më falë, ta marrë edhe këtë të lutem? Po. Denis, nuk e dija ke informacionin, po janë 34 kryeministë të vrarë dhe të burgosur. Është thjesht me burgos dikë. Pa ti do t'i shkatrosh familjen, do t'i shkatrosh shtëpinë, ka vjedhë. Të kthejnë sendin e vjedhur, kemi thënë ke zoti Rakipi, 55 miliard euro. A kam thënë këtu? Me lirë dhe malinë. Pra, keni një ekonomist për balë, nuk keni njëri që mund të bëj shaka. Unë tani nuk dyshoj të kujtimi, po dyshoj të Berisha, të sinceriteti Berishës në raport me marrëveshjen që ka bërë me këta. Se ka bërë Berisha, marrëveshjen është firmosur prej nesh, është firmosur nga sekretari përgjithshëm, Flamur Noka, kemi pas bisedime në një moment të caktuar edhe të agravuara për të arrit një qëllim. Unë ju deklarova në zyrë, ka marrë të firmos marrëveshjen e ka marrë ta firmos marrëveshjen me sy mbyllur. Pse? Besoj te Sali Berisha që nuk është dëmtues i demokracisë. Nuk është. Sikur se Edi Rama me Gonigalin tha do kemi këtu vetëm Partinë Komuniste, Partinë e Punës, Partinë Socialiste e rilindjen e krimit. Por ka zgjidhje tash, e ka zgjidhje dorë kryeministri. Më falni se në një emision së bashku që ishte pak sportiv, ju thatë po Erion Velia, unë i thash s'ka shanse ai të jetë numër 2, se dyshi aty do të jetë ortodoks për të bërë njësh. Edhe herë, urime, klerit ortodoks, hirësisti. Që u zgjotë... Po, djali Abedinit, do më të. Djali Abedinit, u zgjodh, ne e urojmë këta. Tani, a fiton Sali Berisha zgjedhjet, dhe partia e pyetja fundit që ka mundë, dhe partia ju e qëfar fiton? 100% partia që unë drejtoj, partia kombëtare konservatore Albania, ka fituar. Pluripartitizmi nuk është shuar, dhe kjo është falë një individi, se unë nuk do t'isha këtu të bisedoja me zotin Ylli, me Denis Dynjan edhe me ju të rishikus të shumë të këti ekrani mjaftë të nderuar. Kujtim tani unë ju uroj që ju të meni sa më shumë vota? Disa më shumë, 71.000 i ka. 77, është. Më falë, 77. Po fletë mos kërko falje. Për votat e kaluara. I ka ato, si ka umbër. Ti themi një gjë tjetër. Pa hapë komplet, se të shqip, po e themi. Doktori e ka një informacion për shkuar drejt qeverisë tranzitore që kërkoj 4-5 muaj për parë. Nëse do e bëj këta... Qas do kemi zjedit, do me thëmë? Nuk e thash këto unë. Më thash, doktori e ka një informacion. Kur them doktori ka një informacion, është informacioni klasifikuar. Doktori ka shumë informacione. Ato informacionit që ka, i thamë ne të shi. Atere... Informacione, të shi e do kështu. Të gjithë ishin kundra atje, thanë qatë unë këta, e kështë mbush rjeshtin e parë protokolli i PD-s, jo klasik, si që kërkon drejt
si që kërkon doktori me katolik, me ortodoks, me musliman, me bektashi. O kujtim se kam unë i pyetje se u kujto. Pra se tani ti... Ore tani, a ke parë këta njerëzit të drejtuesit politik të opozitës më dha? Po si më vetëm Josefina Topalli aty asnjë grua si femër, se ti edhe shumë i ndjeshëm ndaj femrave. Edi Paloga. Ndaj grave. Si është Edi Paloga? Ne propozum admiralin ose komandantin e... Një sekundë. Okej, Denis, okej. Kemi 12 qarqe, Stop. Një sekundë. Shiko, se doktori ka rregullu shumë bukur. Jo, një sekundë, se këta janë kandidat për deputet. I ka rregullu doktori ato, se nuk ishte... Kandidatët janë kandidatë. Por nuk ka si... Kishte mbyllur. Përveç Josefina Topalli. Do ma lesh tani... Asi grua, mo. Të lutem. 12 burra, mo. Zotni Dynjaja, ma le më burë se nesër mbroma jo nesër mbroma, si i bje, të njëtën e ke ju... Po duke qenë se ky është shumë sensitiv, shumë i ndjeshëm. Zoti... Edhe njëherë, ta bëjmë kështu të shte. Presidenti Baran Begaj është në tim. Pse? Byroja kombëtare e timit shkon në zyrën e ti. Zyra duhet pastrohet. President, jepet dorëheqjen sot, nesër është vonë. Ja kam thënë Ilir Metës, ja serova zotris, 2 herë në seancë plenare, 1 herë në stadium të Elbasanit. Nëse jep dorëheqjen, e sigurt se edhe ti nga skrapari bën e 2 pastaj pasekurave. Plus që ti njoh doktor. Po ta them seriozisht e sinqerisht, dërgo vendin aty ku duhet. Pik, nëse nuk ndodh. Kujtim gjuzi ju a paralemroj. Se mund ta merrin në herë me shaka. Merreni. Çka ka ndodhur me Barami se s'morën vesh të kujtim na thonë. Është në tim valla. Për çfarë? Pa byroja kombëtare e timit atë. Është në tim apo bën? Po shkojnë atje valla. Se nuk di. Po zotri se them vlla se të kam Tiranë. Ka gjë, nuk ka problem. Se them edhe do lala forte. E rëndësishme është marrë vesh lajmin tani. Super serioz këtu. Jo, janë rregull fare. Po unë i tha seriozitetet e mia. Zoti Gjuzi, ky libër këtu. Ja këtë unë do. Ky ka të gjitha ka lexuar presidenti. Shqipëria e madhe thotë si e ti Donald Trump. Libri që Ali Tedi Teodori. Ka lexuar presidenti Trump. Ka rreth 500 safar. Ne themi që ai nuk merret në shqiptarëve. Atëherë Troja 455 faq. Atëherë Troja është 8 kilometra nga Shëngjini. Është 5000 metra katror. Rrethorja është në Kodër Sipër 184 metra sipas Homerit. 2 metra është rritur lartësia me mbushje dhe jemi nga mali i Jezercës, shikohet Troja në Lezhë. Rana e hedhur është vendi ku është bërë luftë për Elenin e Trojës. Atëherë jo, do kaloj, do ta kemi pa ndërprerje kështu, s'ka rëndësi se ne live. Me shkëmbim. Zoti Gjuzi, të falenderoj shumë, uroj që sa më parë të fitonin datën 11, ta drezoni këtë qeverisi dhe të vini ju pa tjetër. Ishte kënaqësi që ju bashkë. Falenderoj shumë. Ja, do të bëj shqipojnë me ty unë se... Shqipojnë. Habe dorë. Unë së dita bëjmë mirë këtë... Se s'ka i bërë shumë bukur ti. Qëketi? Ja të qojnë me dhimë Ajde. Me profesor Julli Rakimin jemi. Asi gjos ka, sa tjetë kështu si që është i mbështet... Datën 11 është e sigur të fitoria. A më kaloj kështu të jap dorën Denisit? Pa tjetër. 12. Pa tjetër. Këtu kalon. Da 12 se? Jep dorën dhe... Ajde, po. Zoti Jenisheri, ja kalon këtu, apo vjen? E vendose aparatin, në? Hajde. Faleminderit, atëre, faleminderit, dhe tani kalojmë në... Kapelen kujtim. Respekt. Po le tani ti e meritonat kapelet tani se na zgjat bisedën. S'është kapelet do si do, prandaj nuk është kapelet. Hajde.